A ka student që edhe punojnë edhe vinë në shkollë? Pjesa më e madhe. Punojnë? Absolutisht, po pjesa më e madhe, jo më vonë se dje, në leksionin e radhës që kisha me studentët, disa nga studentët ishin kështu si sha. Po, që në sa pyra në klasë. A mund të mbarojmë pak më herët? Tash jo, kemi shumë gjëra për diskutuar, kishim dhe leksionin dhe seminarin. Kështu që do të shikojmë se si do të jetë vijshmëria, nëse ne do të arrijmë të absorbojmë gjithë këtë informacion që kemi brenda një periudhe më të shkurtër, duke mos ndaluar dhe ato 10 minutë që atë mundet. Tash po cila është arsyeja? Nuk ju duket interesante lënda, po ka ndonjë arsye tjetër? Në fakt na duhet të shkojmë në punë. I thash po pse punoni? Nuk e mendoni që pjesën e punësimit ta lini për një moment tjetër, pra ta bëni mirë këtë që keni nisur tashmë? Po s'ka leko zysha. Jo, në fakt dëgjova një studentin tim që ai ishte më i sinqerti nga që e tha me pastërtinë e një të riu. Tha, nuk mund t'ja dalim dot të jetojmë në Tiranë, në qoftë se nuk studiojmë dhe punojmë. Familjet nuk na mbështesin dot.